I nderuar i zotëri Zev Gashi, presidenti i Fondacionit Drita, të nderuar udhëheqës fetar, i peshk Dot Gjergji, myfti Naim Tërnava, pastor Artur Krasniqi, igumen Andrej Sajs, i nderuar kardinal zotëri Ladislav Nemet, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare, të nderuar përfaqësues institucional dhe partner ndërkombëtar, të nderuar të pranishëm, motra dhe vëllezër, zonja dhe zotëri, jam i nderuar që jam sot në mesin tuaj në një tryezë të bashkëbisedimit ndërfetar. Kjo është një mënyrë tejet e rëndësishme për të kuptuar, për të mirë kuptuar njëri tjetrin, por edhe vetveten secili prej nesh. Dëshiroj të falenderoj organizatorët për ftesën dhe për angazhimin në mbledhjen e aktorëve dhe institucioneve kyçe nga komunitetet fetare deri te përfaqësuesit institucional dhe partnerët ndërkombëtar në funksion të forcimit të lidhjeve dhe bashkëpunimit për avancimin e diversitetit dhe mirëkuptimit të ndërsjellët. Duke marrë parasysh rrethonat e krijuara në vitet e fundit, si rezultati pandemisë globale, konflikteve të përgjakshme, problemeve mjedisore dhe krizave energjetike dhe ekonomike, po bëhemi gjithnjë e më të vetëdijshëm, e më të përgjegjshëm për rëndësinë e solidaritetit dhe bashkërendimit ndërmjet vendeve dhe institucioneve në adresimin e sfidave të shoqërive në këto kohra të ndryshimeve të mëdha globale. Liria fetare, padyshim që mbetet një nga të drejtat themelore universale të njeriut, si bazë e një shoqërie demokratike dhe gjithëpërfshirëse, që gjithnjë do të na ndihmojë që të tejkalojmë vështirësitë sa më kollaj e sa më shpejt. Njëjtën kohë, edhe trashëgimia kulturore dhe fetare përfaqëson një pasuri të përbashkët që i lidh komunitetit, forcon identitetin dhe nxit mirëkuptimin e ndërsjellët. Prandaj politikat tona synojnë që ta mbrojnë trashëgimin kulturore dhe ta vënë atë në shërbim të paqes, bashkëjetesës dhe zhvillimit shoqëror, gjithnjë duke respektuar e zbatuar lirinë fetare si e drejtë elementare njerëzore. Në Kosovë, bashkëjetesa ndërfetare nuk është vetëm një aspirat moderne, por edhe traditë historike e ndërtuar ndër shekuj mbi respektin dhe bashkëjetesën. Ajo mbetet një vlerë themelore e shoqërisë sonë, e cila ka kontribuar në ruajtjen e kohizionit dhe të stabilitetit, duke dëshmuar që diversiteti apo lloj-llojshmëria nuk është burim ndarjeje, por pasuri e përbashkët që duhet ruajtur dhe kultivuar për brezat të cilët vijnë pas nesh. Në këtë drejtim, Qeveria e Republikës Kosovës ka ndërmarrë hapa konkret për mbrojtjen, ruajtjen dhe promovimin e vlerave kulturore dhe fetare në gjithë vendin tonë për të gjitha komunitetet pa përjashtuar asnjë qytetar. Janë restauruar dhe vazhdojnë të restaurohen xhami, hamame, teqe, kisha katolike dhe ortodokse, qendra kulturore hebraike, si dhe monumente të tjera me vlerë historike duke u kthyer në hapësira të gjalla të kujtesës, besimit dhe dialogut ndërmjet komuniteteve. Aty ku njerëzit bëhen bashk, aty ata do ta kenë gjithmonë pranë qeverinë. Po ashtu janë ndërmarrë masa të vazhdueshme për funksionalizimin e këtyre objekteve në mënyrë që ato të shërbejnë besimtarëve dhe komunitetit të gjerë, duke forcuar njëkohësisht komunikimin dhe bashkëjetesën ndërfetare në vendin tonë. Besoj që e keni vërejtur që po them bashkëjetesë e jo tolerancë, për shkak se ne jemi për te tolerancës. Jemi të bashkë ekzistenca, jemi të bashkë veprimi, të bashkë punimi, të bashkë rendimi,
pra jemi të bashkëjetesa e komuniteteve fetare të ndryshme. E këto angazhime pasqyrojnë për kushtimin ton që trashëgimia fetare të mbetet një urë lidhëse e dialogut, respektit dhe bashkëjetesës ndërmjet komuniteteve. Në Republikën e Kosovës, diversiteti kulturor dhe fetar mbetet një ndër shtyllat themelore të shtetit ton demokratik dhe gjithëpërfshirës. Kontributi gjitha komuniteteve fetare në jetën shoqërore, arsimore, kulturore, është i çmuar dhe përbën pjesë të rëndësishme të zhvillimit e të përparimit ton të përbashkët. Në përputhje me temën e kësaj trueze, bashkëjetesa ndërfetare ndër ne, virtyt hynor apo domosdoshmëri shoqërore, besoj se përgjigja qëndron në vetë pyetjen, në ndërthurjen e këtyre dyjave. Ajo është një virtyt që buron nga lart, por njëkohësisht edhe një domosdoshmëri nga poshtë, për paqen dhe zhvillimin e shoqërive tona. Në këtë frym, komunitetet fetare në Kosovë mbeten partner të pazëvendësueshëm në ndërtimin e një të ardhme e cila bazohet në besim, respekt dhe harmoni për shoqëri të qëndrueshme. Ju faleminderit.